Çakulli elektoral ka mbritur dhe në lagjen e Skrapalive në bashkinë e Patosit. Banorët e kësaj lagje pojnë faktin se janë taksapagues të rregullt të bashkisë së Patosit, por nga ana tjetër thonë edhe se kanalizimi i ujrave të zeza prej 6 vitesh është ndërtuar, por nuk ka derdhje. Ujrat e zeza rrin stok në mes banesave. Asfalt për vota, kështu e përshkruajnë banorët e lagjes së Skrapalinve në bashkinë Patos atë që ata e quajnë një manovër të vjetër elektorale. Pas 35 vitesh arrest, bashkia ka ndërmarrë një aksion për të shtruar rrugën në këtë lagje, ndërkohë që mbeturina atu i ndotur dhe mungesa e shërbimeve e bëjnë jetën të pamundur në lagjen e Skrapalinve. Banorët kërkojnë ujë të pishëm dhe shërbime të cilat nuk i kanë pasur më herët nga bashkia. Sa ditë ka që kanë filluar punimet tu për rrugën? Po venja 5-6 dita 7, merren vesh aty se çfarë. Ujë keni tani se shikojmë që janë kputur ca. Po ne kputur këto se marrim ujë këtej privat. Taksat i pagoni pastrim, Kemi paguar ato tëra. Kush të le pa paguar? Ja do vete marrë një certifikat unë atje latë për shembull, pap thot ai bjen parat, t'jap certifikatën. Kemi vajtur të gjithë si lagje këtu, rruga potha, është në plan. Kanalizimi dhe nuk ashtu dhe. Fakti tregohet, ja si është gjendja. Kanalet aty po nuk u bën me beton, vinë për fushata, është edhe një batute vjetër për Patosin. Do me ish kryeministri, deputet edhe, e them dhe emrin Ylli Bufi, që gjaketat të varur në Patos, unë e kam të marrë. Ora në të gjysëm, ata s'kanë ardhur akoma. Unë kam, këta tjerë di kishin ekzistuar, unë ja ku e kam këtë gjë. Edhe jam le thon këta kam 6 ditë pa ujë. Na ky ujë. Ja, kjo është tuba ime. Unë dua ta hapet ajo që ta lidh. E shtriva djeva dhe bleva ma këput në zorën 50 metra për i fije ai. To punojnë, thonë, se këta përgjigjen edhe keq pale. Si do për çfarë të bëj shkrita, djalën e kam punë. Vete plagosur e sterrosur ujë, nuk m'japin këtu ujë, a kini të bëni me këtë ju. Me këtu ujë që ka ardhur privat. Unë i paguaj terat ke qenë. Keni ujë në banes? Po uja me këte tani po bëjnë luftë. Kështu, nuk dua ujë për 2 ditë, unë dua për të pirë. I metur, ja shikoni vetë ju. Sa problematike është? Po ja, muskonjat, bretkot ka jotojnë këtu. Po era... Kërëm, që do mos korrig, qësor korrig njërë helmohesh. Banorët e lagjes së Skrapalinve ankojnë edhe për qendrën shëndetësore, të cilën e kanë mbuluar ferrat. Ku është thurja e ambulancës, ku është pasërtia, aty na vinë gjitha me dhelpër, me çfarë nuk ka. Të gjitha i kemi parashim. Gjelbrimin e pagojnë. Tani gjitha ajo rruga aty, gjitha ajo ferë, ne e kemi parashkis. Ti bëhet të gjitha ajo. Ne kemi mbjellë pemë, këtu kemi mbjellë pemë, të tëra pasërtinë e majnë vetë. Kjo është qendra shëndetësore, asgjë. Ja ku është. Shikoj vetë edhe flet vetë, ajo nuk është puna që të flasim neve. Ujësielësi i dëmtuar 4 vite më parë nuk arrin të furnizojë as 10 familje pasi punimet e reja kanë prishur kolektorin e vjetër. Banorët ndjen të mashtruar të përdorur sa herë që vinë zgjedhjet. Ata thonë se një rrugë me çakull s'mund të mbulojë dekada premtimesh të pambajtura. Lagja e Skrapalinve kërkon më shumë, se sa pak asfalt para se të shkojnë pranë kutisë së votimit.